Mënyra e furnizimit me tekste dhe materiale shkollore për nxënësit në Kosovë ka ndryshuar tash e 3 vite. E ky ndryshim solli pakënaqësi të shumta. Mashti tashmë nuk i siguron librat për shkollat në Kosovë, e më pas të shpërndajë ato tek nxënësit, por i subvencionon prindrit me një shumë të caktuar parash, duke ju lënë atyre përgjegjësinë kryesore për blerjen e librave. Që nga fillimi, kjo praktik është kritikuar mjaft shumë. Shumë prindër hasin në vështirësi për qasjen teknologjike për përfitimin e këtyre mjeteve. Madje shumë prindër raportonin se si tekstet e materialet shkollore ju bëheshin më shtrenjtë se paratë që merrnin si subvencion, e që në shumë raste ishin paratë të dhëna me vonesë. Mirë po, pavarësisht kritikave të shumta si nga njohës së fushës ashtu edhe nga prindrit, këtë formë të shpërndarjes së librave mashti aplikohet edhe në 2 vitet e tjera shkollore. Probleme të shumta prindërve ju doli edhe me libraritë të cilat thanë se po i rresnin vazhdimisht çmimet, ani pse shuma që do t'ju subvencionohej nga qeveria ishte vetë se e ditur. Gjithashtu, përveç çmimit të lartë të librave, ata kanë deklaruar se po hasin probleme edhe në gjetjen e tyre. Ndërkaq, përveç problemeve teknike, në këtë proces pati edhe shumë vështirësi të tjera në të cilën hasen prindërit. Qytetarë të shumë të cilët jetojnë jashtë Kosovës kanë përfituar nga këto subvencione, ani pse fëmijët e tyre nuk e vjojnë fare mësimin në Kosovë. Nga mërgata kanë regjistruar fëmijët e tyre në Kosovë e më pas kanë aplikuar për t'i marrë paratë e subvencioneve për libra, edhe pse këta fëmijë nuk e ndjekin mësimet në shkollat kosovare. Raportimet të shumta u bën vazhdimisht se si numri i atyre që përfituan nga subvencionet ishte më i lartë se numri i atyre që ndeshin mësimet në Kosovë. Ndërkaq edhe kësaj çështje mashti ka theksuar se procesi i subvencionimit të materialeve shkollore është realizuar mbi bazën e të dhënave zyrtare të siguruara nga drejtoritë komunale të arsimit. Megjithatë, mashti bëri të ditur për lajmin net se pas verifikimeve shtesë së bashku me DKA-t, kanë konstatuar se një numër i vogël i aplikimeve nuk kanë qenë në përputhje me kriteret e thirrjes publike. Ata mes të tjerash për lajmin net kanë njoftuar se janë ndërmarrë veprimet e nevojshme për verifikimin e këtyre rasteve, dhe se një pjesë e mjeteve tashmë janë rikthyer në buxhetin e shtetit. Ndërkohë, nga të dhënat nga ASK-ja tregojnë se gjatë viteve 2024-2025 janë regjistruar gjithsej 208.515 nxënës në të gjitha shkollat. Shifër kjo e cila nuk përputhet nga të dhënat nga masht, me një diferencë prej 10.000 nxënësish. Kjo formë shpërndarjes së librave nuk dihet nëse do të ndryshojë nga qeveria e ri, apo do të vazhdojnë në të njëjtën formë pavarësisht pakënaqësive e problemeve të shumta që qytetarët kanë shprehur gjatë këtyre viteve. E këto paratë të subvencionuara nga ministria, të cilat i nxorën edhe mërgjimtar të shumt, natyrisht se i kushtuan buxhetit të vendit. Kohë më parë, në kundërshtim me ligjin, ishte vetë kreu i vetëvendosjes Albin Kurti, i cili u bënte thirrje mërgjimtarëve që të regjistronin fëmijët e tyre e më pas të përfitonin nga subvencionet e tyre. Duhet vënë në pa faktin se shumë prej tyre vazhdojnë të marrin edhe shtesat për fëmijë, ani pse ndër vite nuk jetojnë në Kosovë. Mënyra e furnizimit